Një sulm virtual me përmasa të mëdha, i ngjashëm me sulmet kibernetike terroriste, është zbuluar nga policia e shtetit, ku i është bërë bizneseve shqiptare. Janë identifikuar si pjesë e një skeme që dyshohet se po përdoret për të publikuar masivisht komente dhe vlerësime negative ndaj hoteleve, restoranteve dhe subjekteve turistike, me synim dëmtimin e reputacionit të tyre dhe goditjen e imazhit të Shqipërisë si destinacion turistik. Alarmin e dha drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita, i cili deklaroi se strukturat e hetimit të krimit kibernetik ka nisur hetimet për verifikimin e platformave online. Hetimet paraprake tregojnë se një pjesë e konsiderueshme e këtyre llogarive janë krijuar rishtazi dhe janë përdorur për këtë qëllim, për të cilet ka nisur dhe veprimet hetimore. Brenda një periudhe të shkurtër kohore, këto llogari dyshohet se kanë publikuar në masë komente dhe vlerësime negative, me qëllim krijimin e perceptimit të rrem dhe dëmtimin artificial të reputacionit online të bizneseve shqiptare. Nga analiza fillestare rezulton se mbi 10.000 llogari në rrjetet sociale me modele aktiviteti të dyshim, të cilat janë aktualisht objekt verifikimi nga strukturat e specializuara të policisë shtetit. Autoritetet kanë konstatuar raste kur e njëjta llogari ka publikuar komente negative për biznese që ndodhen në qytete të ndryshme të vendit, komente që janë bërë brenda një intervali shumë të shkurtër kohor. Sinkronizimi i postimeve dhe ngjashmëria përmbajtjes po hetohet pasi tregojnë se kemi të bëjmë me një sulm të organizuar. Janë evidentuar raste ku e njëjta llogari ka publikuar brenda një kohe shumë të shkurtër vlerësime negative për bizneset të ndryshme në qytete Tiranë, Durrës, Vlorë, Sarandë, Elbasan, Shkodër dhe Korçë. Sinkronizimi kohor, ngjashmëria e përmbajtjes dhe mënyra e shpërndarjes së aktivitetit përbëjnë tregues kyç që po analizojnë nga grupi hetimor për të përcaktuar nëse kemi të bëjmë me veprimtari të organizuar. Një aktivitet i tillë, nëse provohet se është i qëllimshëm, nuk cënon vetëm interesat e bizneseve të prekura, por prek dhe konkurrencën e ndershme, besimin e konsumatorëve dhe perceptimin e Shqipërisë si një destinacion turistik i sigurt. Hita shton se është urdhëruar intensifikimi i hetimeve për identifikimin e autorëve që fshihen pas sulmeve virtuale të orkestruara. Në këtë kuadër, kam urdhëruar strukturat e specializuara, veçanërisht ato të hetimit krimit kibernetik, që të vijojnë me intensitet të lartë veprimet procedurale për identifikimin e autorëve dhe personave që qëndrojnë pas kësaj veprimtarie, gjurmimin e infrastrukturës teknike të përdorur, analizimin e lidhjeve ndërmjet llogarive, evidentimin e mënyrës së organizimit, sigurimin dhe administrimin e provave digjitale, si dhe në bashkëpunim me platformat online dhe partnerët ndërkombëtar në përputhje me legjislacionin fuqishëm. Policia u bën thirrje të gjitha bizneseve që kanë konstatuar sulme të ngjashme me komente apo vlerësime të rreme, t'i kallëzojnë pranë policisë së shtetit.